Ishte një mbrëmje e zakonshme di. Arditi, një i ri që jetonte vetëm në qytet, po kthehej nga puna i lodhur. Bora binte ngadalë, dritat e rrugëve reflektonin mbi asfaltin e lagësht dhe zemrën e tij e kishte një boshllëk që nuk dinte ta shpjegonte. Prej 3 vitesh nuk kishe folur me prindërit e tij. Një keqkuptim i vogël, fjalë e tepërt, një inat i kodh dhe lidhja më e shenjtë në botë ishte kaputur. Sa herë kujtonte nënën e ndjente në zemër një therrje, por krenaria e pengonte ta merrte telefonin. Teksa ecte drejt shtëpisë dëgjoi një zhurmë të fortë. Një makinë ishte përplasur pak më parë. Arditi u afrua me nxitim. Brenda makinës një burr i moshuar po luftonte për frym. Ai vrapoi, hapi derën dhe me duart që i dridheshin e nxori jashtë. Burri i tha me zënë të dobët: mos haro, ti thuash prindërve që i do, sa janë gjallë. Arditi mbeti pa fjalë, mjekët e morën burrin, por fjalët e tij vazhdonin t'i kumbonin në vesh. Ai u kthye në shtëpi i tronditur. Nata kaloi pa gjumë. Në mëngjes, mori telefonin me duar që i dridheshin dhe e thiri nënën. Në anën tjetër u dëgjua një zë i njohur, i lodhur, por plot dashuri. Ardit, je ti birë? Ai nuk mund të fliste, vetëm qau. Më fal nën, tha me slotësh. Nëna qau edhe më shumë. S'ka gjë për të falur, zemra ime. Më mjafton që më more në telefon. Ata folën gjatë dhe në fund ajo i tha: ti je ende biri im. Asnjë gabim nuk e prish dashurinë e nënës. Që nga ajo ditë, Arditi e vizitonte shpesh. Në çdo përqafim ndjente diçka që kishte munguar për vite. Mos lejo që krenaria të bëhet mur mes teje dhe atyre që të duan. Një telefonat mund të ndryshojë një jetë. Kërko falje sot, sepse nesër mund të jetë vonë. Dashuria e prindërve është derë e mëshirës së Zotit në këtë botë. Mos e mbyll me duart e tua.